Imagjinoni për një moment jeni përballë një skuadre ekzekutimi. Dielli po perëndon, një dritë e kuqe përshkon horizontin dhe zhurma e armëve të mbushura kumbon si fjalia e fundit e jetës suaj. Duart ju dridhen, zemra rre fort dhe e vetmja gjë që mund të mendoni është, kaq ishte. Koha ime ka mbaruar. Ndalu tani dhe reflekto, çfarë do të ndjeje? Ky ishte momenti që ndryshoi përgjithmonë jetën e Fjodor Dostojevskit. Sekonda para se të qellojë, urdhri i ekzekutimit u anulua. Ai nuk vdiq atë ditë, por diçka brenda tij u rilin. Ai e pa botën me sy të rinj, sikur çdo detaj, era, gjethet që fshfërinin, buzëqeshja e një të panjohuri, kishte një domethënie që më parë ishte e padukshme. Kjo përvojë do të ndikonte në gjithçka që ai do të shkruante më pas. Dostojevski nuk ishte vetëm një shkrimtar briljant, por një njeri i detyruar të deshifronte sekretet e jetës, sepse kishte qenë më pranë vdekjes se ç'mund të imagjinojmë. Dhe pikërisht kjo perspektivë i bën mendimet e tij aq transformuese. Në ditët e sotme jemi të rrethuar nga përgjigje të thjeshta për pyetjet e vështira të ekzistencës. Librat e vetëndihmës premtojnë formula të gatshme për lumturinë, rrjetet sociale na përmbytin me imazhe të jetëve në dukje perfekte. Megjithatë, boshllëku mbetet, dhe në këtë boshllëk, fjalët e Dostojevskit ndriçojnë si një fener. Ndryshe nga shumë filozof, ai nuk u përpoq të ofronte rrugë të shkurtra apo zgjidhje të thjeshta. Përkundrazi, ai na fton të përballemi me humnerën, të lidhemi me dhimbjet tona më të thella dhe prej tyre të gjejmë një të vërtet më të fuqishme. Por kush ishte ky njeri që arriti ta kuptonte shpirtin njerëzor aq thellë? Fjodor Mihajlović Dostojevski u lind në një familje të thjeshtë, por e përshkuar nga një dualitet i trazuar. I ati, një mjek i ashpër, ishte autoritar, ndërsa ema e butë dhe e ndjeshme. Dostojevski u rrit mes ekstremeve, dashuri dhe disiplinë, butësi dhe ashpërsi, liri dhe shtypje. Ishte një fëmijë i tërhequr që preferonte të vëzhgonte botën përreth sesa të merrte pjesë aktive në të. Varfëria në rrugët e Moskës, ku ai u rrit, formsoi qasjen e tij ndaj vuajtjes njerëzore. Ai shihte fëmijë që lypnin, nëna që qanin për fëmijët e tyre dhe burra të shkatëruar nga veset dhe mjerimi. Ky realitet i ngulitur në kujtesën e tij ndezi një ndjeshmëri që më vonë do të bëhej thelbi i veprës së tij. Fillimisht Dostojevski nisi karrierën si inxhinier ushtarak, por pasioni i tij i vërtet ishte letërsia. Ai ishte i magjepsur nga natyra njerëzore dhe ideja e drejtësisë. Me romanin e tij të parë, Njerëz të varfër, ai impresionoi kritikët dhe shpejt u njoh si një zëri në letërsinë ruse. Por ngritja e tij u ndërprer brutalisht. Ai u akuzua për pjesëmarrje në rrethe intelektuale që diskutonin ide revolucionare kundër qeverisë tsariste. Për këtë arsye u arrestua dhe u dënua me vdekje. Përvoja me skuadrën e ekzekutimit, për të cilën folëm në fillim, ishte një tronditje e madhe. Vetëm pak sekonda para vdekjes, dënimi i tij u kthye në punë të detyruar në Siberi. Për Dostojevskin, burgu nuk ishte thjesht një ndëshkim, por një zgjim. Më vonë, ai do të shkruante, burgu më dha diçka për të cilën nuk e dija se po kërkoja, të vërtetën për njerëzit. Mes kriminalëve dhe vrasësve, ai pa kompleksitetin e shpirtit njerëzor. Nuk kishte më maska, vetëm njerëz që jetonin dhimbjen dhe pendesën e tyre pa fshehje. Kur u lirua, Dostojevski nuk ishte më i njëjti njeri. Ai kishte humbur vite të çmuara të jetës, por kishte fituar diçka që pak njerëz e posedojnë, qartësi. Ai e dinte se jeta është e shkurtër dhe e çmuar, por njëkohësisht thellësisht e dy kuptim dhe e mbushur me vuajtje. Kjo vizion jo vetëm që formsoi letërsinë e tij, por edhe filozofinë e tij për jetën. Dostojevski filloi të shqyrtonte në romanet e tij një pyetje thelbësore: çfarë i jep kuptim jetës, edhe përballë dhimbjes? Veprat e tij nuk ishin thjesht histori, por pasqyronin kërkimin e tij personal për përgjigje. Çdo personazh që ai krijoi, nga Raskolnikovi te Krim dhe Ndëshkim deri te Aljosha në Vëllezërit Karamazov, ishte një pjesë e mozaikut që ai përpiqej të bashkonte. Dostojevski nuk ishte një njeri që ofronte përgjigje të thjeshta. Ai e dinte se njeriu është një përzierje e dritës dhe errësirës, e virtyteve dhe mëkateve. Në vend që të gjykonte, ai donte të kuptonte. Dhe duke bërë këtë, ai u tregoi lexuesve rrugën për të kuptuar veten e tyre. Dostojevski jetoi në një botë shumë ndryshe nga jona, por pyetjet e tij mbeten më aktuale se kurrë. Ne jetojmë të rrethuar nga shpërqendrime dhe përpiqemi të ikim boshllëkut të brendshëm.
Por, ashtu si Dostojevski, ne duhet të shohim drejt këtij boshllëku dhe të përballemi me të. Ai na kujton se jeta nuk ka të bëjë me shmangjen e vuajtjes, por me mësimin prej saj. Lumturia nuk qëndron në rehati, por në guximin për të jetuar me qëllim. Kuptimi i jetës nuk është diçka që e gjejmë të gatshme, por diçka që e ndërtojmë hap pas hapi, edhe në mes të vështirësive. Dostojevski nuk na ofron përgjigje të lehta, por na lë një pyetje thelbësore: nëse do të gjendeshit përballë një skuadre ekzekutimi, çfarë do të ishte me të vërtetë e rëndësishme për ju? Kjo nuk është vetëm një pyetje filozofike, por një thirrje për veprim. Çfarë po presim për të jetuar më me intensitet, për të dashur më thellë, për të përballur me frikërat tona më me guxim? Në fund të fundit, mësimi më i madh i Dostojevskit është ndoshta ky: jeta është e shkurtër, e paparashikueshme dhe plot sfida, por njëkohësisht është një dhuratë e paçmuar dhe ne jemi ata që vendosim se çfarë do të bëjmë me të. Vetëm kur Dostojevski pa në thellësitë e vuajtjes njerëzore, filloi të kuptonte sekretin e vërtetë të jetës. Dhe ky sekret mund të ndryshojë mënyrën se si e shohim botën. A jeni gati ta zbuloni? Imagjinoni sikur humbisni gjithçka që keni, jo vetëm gjërat materiale, por edhe lirinë, dinjitetin dhe madje edhe sigurinë se do të jeni gjallë nesër. Për shumicën prej nesh, kjo duket si një makt i largët, diçka që u ndodh njerëzve të tjerë, në vende të tjera, në kohë të tjera. Por për Dostojevskin, kjo ishte një realitet i pamëshirshëm. Ai u përball me këtë humner dhe aty zbuloi mësimet më të thella mbi kuptimin e jetës. Përvoja e afërt me vdekjen, për të cilën folëm më parë, ishte vetëm fillimi i një udhëtimi që do ta ndryshonte përgjithmonë. Pas shpëtimit nga skuadra e ekzekutimit, Dostojevski u dërgua në një kamp pune në Siberi. Aty jetoi mes kriminalëve, vrasëve dhe hajdutëve, i ekspozuar ndaj të ftohtit të ashpër, urisë dhe poshtërimit të përditshëm. Ishte një vend ku shpresa vdiste. Por pikërisht në këtë mjedis të pamëshirshëm, Dostojevski gjeti diçka që nuk e kishte pritur kurrë, qartësi mbi shpirtin njerëzor dhe kuptimin e vuajtjes. Koha në Siberi nuk ishte vetëm një ndëshkim fizik, por edhe një provë shpirtërore dhe emocionale. Imagjinoni t'ju marrin nga familja, miq, nga gjithë jeta juaj dhe t'ju hedhin në një vend ku askujt nuk i intereson nëse jetoni apo vdisni. Për 4 vjet, ai fjeti në një barak plot me mora, punoi deri në raskapitje dhe pa çdo ditë vdekjen me sytë e tij. Por ajo që e bëri Dostojevskin të veçantë ishte aftësia e tij për të vëzhguar dhe për të mësuar. Ndërsa të tjerët binin në dëshpërim, ai kushtoi vëmendje të burgosurve të tjerë. Ai filloi të shihte diçka që askush nuk do të priste në një vend kaq të errët, njerëzillëkun. Pas krimeve më brutale fshiheshin histori dhimbjeje, pendese dhe madje dashurie. Ai e kuptoi se askush nuk është tërësisht i mirë apo i keq. Të gjithë ne jemi një përzierje komplekse drite dhe errësire. Në fjalët e tij, njeriu është një mister. Duhet ta zbërthejmë atë dhe nëse e kaloni tërë jetën duke e kuptuar, mos thoni që keni humbur kohën. Unë studioj këtë mister sepse dua të jem njeri. Këto vëzhgime u bën themeli i filozofisë së tij të jetës dhe krijimtarisë së tij letrare. Për Dostojevskin, vuajtja nuk ishte vetëm një mallkim, por edhe një mjet. Ai besonte se njeriu, duke u përballur me dhimbjen, mund të rilidhet me thelbin e tij më të thellë. Tani mendoni për këtë ide, sa herë keni ndjerë në momente të vështira se keni arritur në kufi dhe nuk mund të vazhdonit më? Ndoshta keni humbur dikë që e donit, jeni përballur me një krizë financiare ose keni luftuar me një sëmundje të rëndë. Në ato momente, gjithçka dukej se po shembej, por tani mendoni për atë që ndodhi më pas. Edhe pse ishte e vështirë, diçka brenda jush ndryshoi. Ndoshta gjetët forcë që nuk e dinit se e kishit. Ndoshta mësuat të vlerësoni gjëra të thjeshta që më parë kalonin pa u vënë re. Dhe ky është thelbi i filozofisë së Dostojevskit, vuajtja mund të jetë një mësues. Ajo na sfidon, na ndryshon dhe, nëse e pranojmë, mund të na ndihmojë të zbulojmë veten tonë të vërtetë. Dostojevski besonte se vuajtja ka pikërisht këtë efekt. Ajo na thyen, por edhe na formon dhe na zbulon pjesë të vetes sonë që ndoshta nuk do t'i njihnim kurrë. Një shembull i fuqishëm i kësaj është vepra e tij Krim dhe ndëshkim. Protagonisti, Raskolnikovi, beson se qëndron mbi ligjet morale dhe vendos të kryejë një vrasje për të provuar teorinë e tij. Megjithatë, pas krimit, ai përfshihet nga ndjenja faji dhe trishtimi. Kjo vuajtje e brendshme e shtyn drejt një transformimi të thellë dhe tregon se ai mund të gjejë shpëtim vetëm duke u përballur me dhimbjen e tij.
A keni përjetuar ndonjëherë diçka të tillë? Një gabim që duke i pafalshëm, por që në fund ju mësoi diçka të çmuar? Dostojevski na tregon se edhe gabimet më të rënda dhe momentet më të vështira mund të jenë dyrë drejt një të kuptuari më të mirë të vetes son. Por këtu qëndron ironia e madhe, ne jetojmë në një botë që bën gjithçka për të na mbrojtur nga vuajtja. Jemi të rrethuar nga premtime për rehati dhe lumturi të menjëhershme. Bli këtë dhe do të ndihesh i lumtur. Bëj atë dhe jeta jote do të jetë perfekte. Por sa më shumë përpiqemi të shmangim dhimbjen, aq më shumë ajo duket se na ndjek. Dostojevski, përkundrazi, na sfidon të bëjmë të kundërtën. Në vend që të ikim, ai na fton ta shikojmë vuajtjen në sy. Ai besonte se dhimbja nuk është një gabim në sistemin e jetës, por një pjesë thelbësore e saj. Ajo është si një ethe që na sinjalizon se diçka brenda nesh ka nevojë për shërim. Dhe tani vjen pyetja që ndoshta nuk doni ta dëgjoni, çfarë po përpiqet t'ju mësoj vuajtja në jetën tuaj? Ndoshta po kaloni diçka që ju duket e padurueshme, një humbje, një zhgënjim, një ndjenjë boshllëku. Por po sikur kjo të mos jetë fundi i historisë, po sikur të jetë fillimi i diçkaje më të madhe, Dostojevski besonte se vuajtja nuk është e kundërta e lumturisë, por rruga drejt saj. Ai na fton të reflektojmë, çfarë ka vërtet rëndësi në jetë, të grumbullojmë pasuri, status, suksese, apo të gjejmë një kuptim, diçka për të cilën ja vlen të jetosh e madje të vuash. Filozofia e Dostojevskit mund të duket e largët, por është më aktuale se kurrë. Jetojmë në një epokë shpërqendrimesh të pafundme. Jemi gjithmonë të zënë, por rrallë të pranishëm. Kërkojmë kënaqësi, shmangim thellësinë dhe në këtë proces humbasim kontaktin me atë që jemi vërtet. Duke u përballur me humnerën, Dostojevski na mëson të bëjmë të njëjtën gjë. Ai na sfidon të shohim brenda vetes, të përballemi me dhimbjen dhe dobësitë tona dhe, në mes të gjithë kësaj, të gjejmë diçka autentike. Por ajo që ka më shumë rëndësi është se kjo nuk është vetëm një mësim filozofi, është një ftesë për ju që të ndryshoni jetën tuaj tani. Nëse këto reflektime kanë prekur diçka brenda jush, është sepse në thellësi e dini që ka ardhur koha ta shihni jetën tuaj me sy të rinj. Ka ardhur koha të mos ikni më dhe të ndërtoni diçka me vlerë. Dhe për të eksploruar më tej këto ide dhe për të gjetur më shumë frymëzim për të ndryshuar jetën tuaj, abonohuni tani në këtë kanal. Këtu futemi thellë në histori, ide dhe filozofi që mund të bëjnë një ndryshim të vërtetë. Dhe mos harroni ta pëlqeni këtë video. Mund të duket si një gjest i vogël, por na ndihmon të arrijmë më shumë njerëz që, ashtu si ju, kërkojnë diçka më të madhe. Por nëse vuajtja është një mësues, cili është mësimi më i thellë që ajo dëshiron të na mësojë? Në pjesën e ardhshme do të shqyrtojmë përgjigjen më të fuqishme që Dostojevski gjeti, dhe ajo mund të ndryshojë gjithçka në mënyrën se si e shihni botën. Pse ndjejmë dhimbje? Kjo është një nga pyetjet më të vështira që mund t'i bëjmë vetes. Në fund të fundit, askush nuk dëshiron të vuajë dhe gjithçka rreth nesh duket sikur komploton për të na mbajtur larg dhimbjes me çdo kusht. Megjithatë, Dostojevski e shihte dhimbjen në një mënyrë krejtësisht ndryshe. Për të, vuajtja nuk ishte një armik, por një udhërrëfyes, një lloj lajmtari i errët, i cili, nëse i kushtonim vëmendje, mund të na zbulonte të vërteta të thella për jetën dhe për veten tonë. Kjo mund të duket paradoksale, apo jo? Jetojmë në një botë që e lidh dhimbjen me dështimin dhe lumturinë me suksesin. Por për Dostojevskin, vuajtja nuk ishte thjesht e pashmangshme, ajo ishte transformuese. Prandaj, veprat e tij janë plot me personazhe që përballen me humnerën më të thellë të shpirtit të tyre, jo sepse ai ishte sadist, por sepse e dinte që pikërisht aty, në fund të pulsit, zbulohej njerëzoria e vërtetë. Imagjinoni sikur jeni duke kaluar një periudhë të vështirë. Ndoshta keni humbur dikë që e keni dashur, jeni zhytur në borxhe ose thjesht ndiheni sikur jeta juaj nuk po shkon askund. A ju duket sikur ka ardhur fundi? Apo sikur ky të jetë në të vërtetë një fillim? Dostojevski besonte se vuajtja mund të krahasohej me ethet, një simptom e dhimbshme, por që sinjalizon se diçka më e thellë ka nevojë për shërim. Në Vëllezërit Karamazov ka një moment mbresëlënës, kur personazhi Aljosha, vëllai më i ri, vë në pikpyetje domethënien e vuajtjes njerëzore. Ai është i rrethuar nga tragjedi dhe padrejtësi, por gjen ngushëllim në një ide të fuqishme, dhimbja është çmimi i ndërgjegjes. Aljosha e kupton se kur njerëzit vuajnë, ata detyrohen të përballen me veten e tyre, të heqin dorë nga iluzionet dhe të kërkojnë diçka më të madhe se sa dëshirat e tyre egoiste.
Tani mendoni për jetën tuaj. Sa shpesh keni mësuar diçka me vërtet të rëndësishme kur gjithçka shkonte mirë? Rritja vjen pothuajse gjithmonë nga krizat, nga momentet kur jemi të detyruar të shikojmë brenda vetes. Por pse i rezistojmë kaq shumë këtij procesi? Një nga konceptet më të spikatura të Dostojevskit është ai i shpëtimit. Në veprat e tij, vuajtja shpesh është pararendëse e transformimit. Por për të, shpëtimi nuk ishte as magjik dhe as i menjëhershëm. Ishte një proces i dhimbshëm që kërkonte guxim, përulësi dhe gatishmëri për t'u përballur me gabimet e veta. Marrim shembullin e Raskolnikovit në Krim dhe Ndëshkim. Ai kryen një vrasje sepse beson se qëndron mbi moralin konvencional. Fillimisht përpiqet ta justifikojë aktin e tij me argumente intelektuale. Por kur pesha e fajit e konsumon, ai fillon të kuptojë se dënimi i tij i vërtet nuk vjen nga ligjet njerëzore, por nga ndërgjegjja e tij. Pikërisht nëpërmjet vuajtjes, Raskolnikovi gjen një kuptim të ri për jetën, të lidhur ngushtë me dashurinë dhe pendesën. Dhe tani vjen pyetja që djeg, a jemi të gatshëm të kalojmë këtë proces të shpëtimit? A kemi guximin të përballemi me dhimbjen si me një pasqyrë, në vend që të përpiqemi ta fshehim ose ta mpim? Një tjetër zbulim i jashtëzakonshëm i Dostojevskit është se vuajtja na bën më njerëzor. Ai besonte se dhimbja është një mësim që na lidh me njëri tjetrin, sepse kur përjetojmë vuajtje, fillojmë ta kuptojmë më mirë dhimbjen e të tjerëve. Ajo na bën më të dhembshur, më të ndjeshëm dhe më të gatshëm për të ndihmuar. Një shembull i kësaj është Princ Myshkin në Idioti, i cili konsiderohet nga shumë njerëz si personazhi më i pastër i Dostojevskit. Ai nuk është naiv sepse nuk ka vuajtur. Përkundrazi, mirësia e tij bazohet në aftësinë e tij për ta ndjerë thellë dhimbjen e botës. Ai e kupton se vuajtja është universale dhe për këtë arsye zgjedh të përgjigjet me dashuri dhe dhembshuri, në vend që të bëhet i hidhëruar ose cinik. Por a bëjmë ne të njëjtën gjë? Apo izolohemi nga të tjerët për të shmangur dhimbjen? Jetojmë në një epokë shpërqendrimesh të pafundme. Kur diçka na dhemb, marrim telefonin, ndezim televizorin, kërkojmë ngushëllim në blerje ose në rrjetet sociale. Bëjmë gjithçka për të shmangur parehatin. Por Dostojevski na paralajmëron se ikja nga vuajtja është, në të vërtetë, ikje nga vetë jeta. Mendoni për mënyrën se si përballeni me kohët e vështira. A i shikoni ato drejte në sy, apo përpiqeni t'i mbuloni me shtresa shpërqendrimi? Ndoshta për këtë arsye shumë prej nesh ndjejnë një boshllëk të vazhdueshëm, edhe kur gjithçka duket se po ecën mirë. Ikja e vazhdueshme nga dhimbja na shkëput nga vetja dhe nga të tjerët. Ja një ide që mund t'ju duket absurde, po sikur vuajtja të mos ishte thjesht diçka që na ndodh, por diçka me të cilën duhet të përballemi vetë. Dostojevski besonte se mund të gjenim lirinë vetëm nëse e pranonim vuajtjen, në vend që t'i rezistonim asaj. Kjo nuk do të thotë që duhet të kërkojmë dhimbjen, por që duhet të ndalojmë së luftuari kundër saj dhe të mësojmë prej saj. Ai shkroi, pranoje vuajtjen dhe nëpërmjet saj mund të mposhtësh jetën. Kjo thënie është një ftesë për të rishikuar marrëdhënien tonë me dhimbjen, jo si diçka që duhet ta kemi frikë ose ta shmangim, por si një mjet për të jetuar më me vetdije, me forcë dhe, në fund, me më shumë gjallëri. Tani kemi arritur në një pikë kyçe. Ndoshta po pyesni veten, mirë, por çfarë duhet të bëj me gjithë këtë? Përgjigjja është e thjeshtë, por sfiduese, mos ikni më. Përballuni me atë që ju dhemb në jetë. Mendoni se çfarë po përpiqet t'ju mësoj kjo dhimbje. Ndoshta ka ardhur koha të pajtoheni me dikë. Ndoshta është momenti për të ndryshuar diçka në jetën tuaj të përditshme, në karrierën tuaj ose në marrëdhëniet tuaja. Dostojevski na tregoi se, sado e vështirë të jetë, vuajtja mund të na çojë drejt një rilindjeje. Nuk bëhet fjalë për ta pranuar dhimbjen në mënyrë pasive, por për ta përdorur atë si një urë drejt diçkaje më të madhe. Por nëse vuajtja na lidh me dashurinë dhe dhembshurinë, a mund të jetë pikërisht kjo sekreti i vërtetë i jetës? Në pjesën tjetër do të shqyrtojmë përgjigjen përfundimtare të Dostojevskit, dhe ajo mund të jetë më e thjeshtë dhe më e fuqishme nga sa mund ta imagjinoni. Qëndroni me mua dhe zbuloni një herë e përgjithmonë sekretin e Dostojevskit për jetën. Imagjinoni sikur dëgjoni dikë të thotë, sekreti i jetës është dashuria dhe dhembshuria. Shumë e thjeshtë, apo jo? Ndoshta madje tingëllon si një klishe. Në fund të fundit, fjalët dashuri dhe dhembshuri përdoren aq shpesh, sa ndonjëherë duket sikur humbasin kuptimin e tyre. Por për Dostojevskin, këto fjalë nuk ishin thjesht fraza të zakonshme.
Ato ishin zemra rase e filozofisë së tij, e zbuluar përmes dhimbjes, e formuar nga sprovat dhe e rrënjosur thellë në përvojën e tij të jetës njerëzore. Ajo që e bën vizionin e tij kaq të fuqishëm është se ai nuk e bazoi në teori. Ai nuk i shkroi këto fjalë nga një kull e fildisht, i mbrojtur nga vuajtjet e botës. Dostojevski jetoi dhe i mbijetoi kaosit, mjerimit, poshtërimit dhe megjithatë gjeti një përgjigje që e ka përceu gjithë këtë. Por si mund të jetë dashuria sekreti i jetës në një botë plot dhimbje, padrejtësi dhe vuajtje? Kjo është pyetja qendrore që Dostojevski përpiqej të përgjigjej në veprat e tij. Dhe përgjigja mund të ndryshojë mënyrën se si e shohim botën. Për të, dashuria nuk ishte një ndjenjë sipërfaqësore. Nuk ishte diçka që vinte e ikte si stinën. Për të, dashuria ishte një akt i vetëdijshëm, një vendim që kërkonte përpjekje dhe sakrificë. Ky kuptim filloi të formohej gjatë viteve që kaloi në Siberi, kur jetonte mes kriminalëve më të rrezikshëm të shoqërisë. Një ditë, teksa punonte në kushte brutale, ai pa një burr, një të burgosur të dënuar për vrasje, duke ndarë pjesën e tij të vogël të bukës me një tjetër të burgosur. Ishte një gjest i vogël, por i jashtëzakonshëm. Edhe në atë mjedis të egër, ku mbijetesa e detyronte shumicën të bëheshin egoist, ende kishte hapësirë për një akt mirësie. Ishte pikërisht atëherë që Dostojevski filloi të kuptonte se edhe në errësirën më të madhe, dashuria mund të ekzistojë si një shkëndij që nuk shuhet kurrë. Kjo përvojë e frymëzoi të arrinte në një nga reflektimet e tij më të thella. Përmes dashurisë ndaj të tjerëve, ne gjejmë kuptimin e jetës. Mendoni se si do të ishte të jetonit ndryshe. Në një botë ku jemi vazhdimisht të inkurajuar të konkurrojmë me njëri tjetrin dhe të vendosim nevojat tona mbi gjithçka tjetër, ndoshta mund të fillonim ta shihnim dashurinë si një zgjedhje, si një përgjegjësi. Por pikërisht këtu ngecin shumë prej nesh. Të duash vërtet nuk është e lehtë. Për Dostojevskin, dashuria nuk ishte një ndjenjë e thjeshtë apo e këndshme. Ajo kërkonte përpjekje, durim dhe mbi të gjitha guxim. Në Vëllezërit Karamazov, ai shkroi, të duash në mënyrë abstrakte është e lehtë, por të duash një njeri të vërtet me të gjitha të metat e tij është jashtëzakonisht e vështirë. Sa shpesh duam vetëm kur është e lehtë, kur gjithçka shkon mirë. Prova e vërtetë e dashurisë, sipas Dostojevskit, nuk është në kohë paqeje dhe lumturie, por në momente konflikti, zhgënjimi dhe papërsosmërisë. Ai besonte se dashuria e vërtetë nuk qëndron në premtimet e mëdha, por në gjestet e vogla të kujdesit dhe dëmshurisë që tregojmë çdo ditë, edhe kur nuk e ndjejmë. Kjo mënyrë e të konceptuarit të dashurisë bie ndesh me atë që shpesh na mëson shoqëria moderne. Sot, dashuria idealizohet dhe paraqitet si diçka që gjithmonë duhet të na sjellë lumturi. Por për Dostojevskin, dashuria nuk kishte të bënte me atë që merrnim. Ajo kishte të bënte me atë që jepnim, edhe kur kjo kishte një kosto. Tani dua t'ju tregoj një histori të vërtetë që pasqyron këtë ide. Gjatë luftës së dytë botërore, një burr i quajtur Viktor Frankl u burgos në kampet e përqendrimit nazist. Ashtu si Dostojevski, ai u detyrua të përjetonte vuajtjet njerëzore në formën e tyre më të tmerrshme. Mes hurisë, brutalitetit dhe vdekjes, Frankl vëzhgoi diçka të jashtëzakonshme. Ata që mbijetonin nuk ishin domosdoshmërisht më të fortët fizikisht, por ata që gjenin një kuptim për të vazhduar të jetonin, shpesh një kuptim të lidhur me dashurinë. Frankl shkroi, ai që ka një pse për të jetuar, mund të përballojë pothuajse çdo si. Ky mendim përputhet me filozofinë e Dostojevskit. Të dy e kuptonin se dashuria nuk ishte thjesht një ngushëllim, por një forcë transformuese, një arsye për të qëndruar dhe për të ecur përpara, edhe në rrethana të tmerrshme. Sa herë në jetën tuaj ju ka mbajtur në këmbë dashuria? Ndoshta dashuria për familjen tuaj, për fëmijët, për një ëndër apo për një kauzë më të madhe? Dostojevski besonte se kjo lloj dashurie jo vetëm që na jep forcë, por edhe na lidh me diçka më të madhe se vetja jonë. Tani ndoshta po pyesni veten, po si mund ta jetoj këtë lloj dashurie? Si mund ta zbatoj atë në jetën e përditshme? Para se të vazhdoni më tej, ndaloni për një moment dhe mendoni. Mendoni për një person që ka ndikuar në jetën tuaj përmes një akti dashurie ose dëmshurie. Si ju ka prekur kjo gjë? Tani ktheheni pasqyren nga vetja. A u keni dhënë të tjerëve të njëjtën dashuri? Për Dostojevskin, dashuria nuk ishte një ide abstrakte. Ajo ishte diçka praktike. Ai besonte se edhe veprimet më të vogla, si ti dëgjosh dikujt me vëmendje apo ti thuash një fjalë ngushëlluese, mund të kenë një ndikim të thellë.
Në Idioti, Prince Myshkin thot, bukuria do ta shpëtoj botën. Shumë e interpretojnë këtë frazë si një referencë për dashurinë, sepse për Dostojevskin dashuria ishte forma më e pastër e bukurisë. Ajo ishte diçka që shkonte përtej logjikës, prekte pjesët më të thella të qenies son dhe na transformonte. Dhe ja ku vjen diçka e jashtëzakonshme, studimet moderne e mbështesin këtë mendim. Kërkimet në psikologjinë pozitive tregojnë se aktet e mirësisë dhe dëmshurisë nuk sjellin dobi vetëm për ata që i marrin, por edhe për ata që i kryejnë. Njerëzit që praktikojnë rregullisht altruizmin kanë nivele më të larta lumturie, qëndrueshmëri emocionale dhe madje edhe shëndet më të mirë fizik. Kur Dostojevski na thot se sekreti i jetës qëndron tek dashuria dhe dëmshuria, ai nuk flet thjesht për filozofi. Ai na jep një udhëzues praktik për një jetë më të pasur dhe më kuptimplote. Por ja ku qëndron thelbi, dashuria është një zgjedhje. Dostojevski e dinte këtë më mirë se kushdo tjetër. Ai jetoi në një kohë pa barazie ekstreme, ku urrejtja dhe mlefi ishin reagimi natyral për shumicën e njerëzve. Megjithatë, ai zgjodhi të besonte se dashuria ka fuqinë për të ndryshuar jetën dhe botën. Pyetja që mbetet është, po ju, a jeni gati ta bëni këtë zgjedhje, të doni edhe kur është e vështirë, të tregojeni të dëmshur edhe kur bota duket se nuk e meriton? Nëse fjalët e Dostojevskit kanë pasur kuptim për ju, nëse ju kanë dhënë një këndvështrim të ri mbi jetën, pse të mos filloni menjëherë? Zgjidhni një akt të vogël dashurie ose dëmshurie që mund të bëni sot. Mund të jetë diçka e thjeshtë, të telefononi një mik, t'i falni dikujt diçka ose thjesht të jeni më të butë me veten tuaj. Dhe për të eksploruar më tej këto ide që mund të ndryshojnë jetën tuaj, abonohuni në këtë kanal tani. Këtu diskutojmë pyetjet që me të vërtet kanë rëndësi dhe përgjigjet që mund të ndryshojnë gjithçka. Mos harroni ta pëlqeni këtë video. Është një gjest i vogël, por ndihmon që ky mesazh të arrijë më shumë njerëz. Por a mjafton vetëm dashuria? Dostojevski besonte se ekzistonte diçka edhe më e thellë, diçka që na lidh me të përjetëshmen. Në pjesën e ardhshme do të zbulojmë se çfarë është kjo. Jeta, trashëgimia e Dostojevskit. Dhe kështu arrim në momentin vendimtar. Në këtë rrugëtim kemi eksploruar jetën e Dostojevskit, një njeri që pa në sy humnerën, gjeti mençurinë në vuajtje dhe na la një trashëgimi me një mesazh thelbësor, sekreti i jetës qëndron tek dashuria dhe dëmshuria. Por tani lind pyetja e pashmangshme, a mjafton kjo? A mund ta ndryshojmë vërtet jetën tonë duke dashur më shumë dhe duke qenë më të dëmshur? Apo ka diçka më të thellë, diçka që Dostojevski u përpoq të na tregonte, por që kërkon guxim për ta pranuar? Përgatituni, sepse kjo përgjigje mund të ndryshojë gjithçka. Dostojevski besonte se njeriu nuk drejtohet vetëm nga dashuria. Ai e kuptoi me qartësi të frikshme se ne jemi qenie të përçara. Brenda nesh ekziston një tension i vazhdueshëm mes dritës dhe errësirës, mes dëshirës për të ndërtuar dhe tundimit për të shkatëruar. Për të, jeta e vërtet fillon vetëm atëherë kur e pranojmë këtë dualitet dhe zgjedhim të veprojmë me vetdije, edhe në mes të kundërshtive. Në Vëllezërit Karamazov, ai e vendos këtë ide në gojën e Ivanit, vëllait skeptik, i cili vë në dyshim idenë e një Zoti të mirëdukur duke treguar për vuajtjet absurde të fëmijëve. Ivani nuk mund ta pranojë që dashuria, sado e fuqishme të jetë, mund të justifikojë dhimbjen. Nga ana tjetër, Aljosha, vëllai më i ri, ofron një perspektivë të kundërt. Ai nuk përpiqet ta shpjegojë vuajtjen, por beson se pavarësisht dhimbjes, ne mund të gjejmë shpëtim në dashuri. Këtu qëndron e vërteta, për Dostojevskin, sekreti i jetës nuk është të ikim dhimbjes apo të arrijmë lumturinë e përkryer. Sekreti qëndron në ekuilibër, në aftësinë për të parë bukurinë edhe në tragjedi, në të kuptuarit se është e mundur të jetosh plotësisht, edhe kur je i vetëdijshëm për papërsosmërinë e botës.